Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Një mesazh shumë i rëndësishëm për ty. Nga shtëpia më e bekuar në sipërfaqe të tokës e që është xhamia. Aty ku zemra qetësohet. Aty ku njeriu reflekton mbi veten e tij. Aty ku njeriu gjen shpirtin e tij të humbur. Prandaj po të bëjmë thirrje që edhe ti të jesh pjesë e atyre që e gjejnë veten. Ne për çdo ditë humbim veten dhe si mi të vetëdijshëm që e humbim atë. Ne për çdo ditë humbim shpirtin e si mi të vetëdijshëm që po e humbim atë. Por kur besimtari nuk duhet që të bie në dëshpërim e të mendojë se nuk ka kthim prapa. Pra, nëse je nga ato njerëz që mendon se ke aq shumë gabime, saqë për ty nuk ka më derë ku mund të futesh brenda, nëse je prej atyre njerëzve që mendon se ke aq shumë gabime sa Allahu i Madhërisëm kurrë nuk do të falë, nëse je prej atyre njerëzve që mendon se çkado që ti thuash Zotit, Zoti nuk do ta pranojë pendimin tënd, po të themi thjesht gabohesh. Nga se mëshira e Allahut është më e madhe se krejt mëkatet tona çka i bëjmë. Mjafton që ne të kuptojmë gabimin tonë e të largohemi prej tij, e të nxitojmë të kthehemi tek Zoti ynë i cili na pret me dashuri të madhe. Kthehu tek ai e mos prit më. Mos u vono, me siguri se do e gjesh derën e hapur. Allahu pret me dëshirë të madhe kthimin tënd. Po ti, a e do që të shkosh drejt Zotit? Shko tek Zoti yt dhe do e përjetosh dashurinë më të bukur në jetën e kësaj bote, e s'ka dyshim se shpëtimin e sigurt në botën tjetër. Mos thuaj ka kohë. Tani është momenti. Thjesht braktisi gjunahet, pendohu tek Zoti dhe nxito drejt tij. Kalofshi të bukur, Zoti ju ruajt.